Hoxh, selamu alaikum dhe mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmatullah, mirë se u gjej. Hoxh, po nisim me një pyetje të shkurtër. Kush është njeriu? Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Në emër të Allahut po e fillojmë. Salavatet e përshëndetjet më të përzemërt e më të dashurit i dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht më lejo t'ju falenderoj juve, stafin për ftesën e bërë. Sikurse kërkoj nga i madhi Allah xhela xhelalu që të na mundsoj që në këtë udhtim të përbashkët të jemi sa më dobiprurës përmes asaj që do të themi. Sa i përket pyetjes suaj, i nderuar, se kush është njeriu? Njeriu është qenie humane, e ndryshme nga të gjitha qeniet ekzistuese në planetin Tokë, sepse njeriu përpos instiktive të kërkimit të ushqimit, të riprodhimit, gjithashtu posedon mendje për të arsyetuar dhe nuk qetësohet derisa t'i gjejë përgjigje pyetjeve më misterioze në jetën e kësaj bote, e sidomos atyre më bazike, siç janë kush jam, nga kam ardhur dhe ku do të shkoj apo si do të përfundoj. Njeriu, duke qenë se nuk është në gjendje që ta gjejë fillimin e ekzistencës në vetveten e tij, po ashtu edhe në krijesa tjera ekzistuese, atëherë obligohet që të jetë në kërkim të së vërtetës së tij. Vetë shfaqja e njeriut në planetin Tokë mishëron dhe përfaqëson vetit më të larta, më të bukura, më të mrekullueshme, gjë që e bën njeriun të jetë krijesa më e rëndësishme dhe më e dashura në rrezullin toksor. Prandaj si i tillë, ai në fjalë të tjera bëhet epiqendra e këtij universi, ku çdo gjë në këtë univers i është kushtuar dhe i është besuar atij. Dhe kjo padyshim që tregon edhe për vlerën e madhe dhe peshën e madhe si krijesë që ka njeriu. Në anën tjetër tregon edhe për atë se bart përgjegjësi të madhe. Pra në mënyrë të natyrshme kuptohet që për aq sa vlera të jetë e madhe, për aq edhe përgjegjësia bëhet e madhe. Andaj në këtë kuptim, ne si njerëz, si krijesë njerëzore, kemi të bëjmë apo orientohemi dhe përqendrohemi në atë që është më e mira për ne, kryesisht në jetën me mirëqenie të plotë dhe me mbarvajtje jetësore, pastaj në kërkim të paqes me vetveten dhe gjithashtu edhe me të tjerët. Me qenë se njeriu qenë ka krijesa më fisnike në univers dhe çdo gjë i shërben atij, cila është origjina e krijimit të tij? Po, sikur se e përmendëm, njeriu pra është krijesa më madhështore në këtë univers dhe një gjë të tillë e dëshmon realiteti ynë, sa i madh është qielli, mirëpo njeriu të lëshon shi, sa e madh është toka, mirëpo njeriu e shkel me këmbët e tij, dhe kjo padyshim, duke filluar nga vetë natyra e njeriu, dëshmon për atë se njeriu e ka një origjinë. Sa i përket origjinës së njeriu, janë dhënë botkuptime teori të ndryshme, të cilat unë do t'i përmendi përgjithsisht, pastaj do ta trajtojmë atë që është e vërtetë dhe reale. Të gjitha teoritë mund të përmbledhen në 4 sosh. E para prej tyre është teoria e cila thotë se njeriu dhe universi në përgjithësi janë krijuar nga rastësia, nga hiçi. Pra rastësisht është krijuar universi, me çfarë kanë atë, nga hiçi. Pastaj është teoria e përjetësisë, e cila thotë se universi ekziston nga përjetësia. Së treti është teoria e iluzionit dhe krejt në fund është teoria që thotë se universi me çfarë ka në të përfshirë dhe njeriu, është krijuar nga një krijues i mbinatyrshëm dhe ky krijim ka ndodhur nga hiçi, nga mos ekzistenca. Le t'i trajtojmë secilën prej tyre me sistemin të eliminimit. E para, teoria e cila thotë se origjina e njeriu është përjetësia, apo e para ishte origjina e njeriu është se është krijuar rastësisht nga hiçi. Kjo teori është krejtësisht e papranueshme, për arsye se është në kundërshtim të drejtë për drejtë me ligjet e fizikës, konkretisht me ligjet e termodinamikës, ku ligji i parë i termodinamikës thotë se lënda apo energjia nuk krijohet dhe nuk zhduket. Me fjalë të tjera, është e pamundur që lënda e parë të krijohet vetvetiu rastësisht. Duhet të ekzistojë një krijues i saj. Prandaj
kjo teori është e papranueshme për arsye se e kundërshton jo vetëm shkencën, por edhe logjikën e shëndosh njerëzore. Në jetën tonë të përditshme, ne e shohim që asgjë nuk ndodh rastësisht. Asgjë nuk krijohet rastësisht. Çdo gjë që është krijuar me një prapavi, me një kuptim. Dhe sidomos në këtë botë kaq të zhvilluar, shkencore, mekanike, teknologjike, do të ishte shumë më e lehtë që të ndodhte një gjë e tillë, pra të krijojë diçka rastësisht nga hiçi. Mirë ja që nuk ndodh. Pse nuk ndodh? Sepse nuk është brenda ligjeve të kësaj natyre të ndodhë një gjë e tillë. Prandaj njeriu, sado që është i zhvilluar si krijesë, e ka të pamundur që të krijojë nga hiçi. Çdo krijimtari që ekziston, nga sa dhe njeriu konsiderohet krijues, mirë po është krijues në parametra njerëzor. Dhe vetë Allahu Teala përmend në Kur'an duke thënë Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, i madhëruar është Allahu më i miri i krijuesve. Pra Allahu e përmend dhe e shpërfaq realitetin njerëzor se njeriu ka mundësi të krijojë. Mirë po, krijimi njerëzor mbetet në nivelin e mangët dhe të kufizuar njerëzor. Dhe çdo gjë që krijon duke e pasur lëndën e parë. Prandaj marangozi e merr drunin, pastaj e përpunon. Mekaniku e merr hekurin, pastaj e përpunon. Gjithë këtu që ndodh dhe kjo studio këtu që është, e ka lëndën e parë, pastaj është krijuar. Dhe është e pamundur që kjo teori, e cila thotë se çdo gjë është krijuar rastësisht dhe nga hiçi, të zë vend jo vetëm në vendin ku ne jetojmë, po as edhe në zemrat dhe në mendjet tona, nga se është e palogjikshme dhe e papranueshme. Pastaj teoria e dytë është ajo e përjetësisë, ku disa thonë se universi dhe çfarë ka në të ekziston nga përjetësia. Edhe kjo teori është në kundërshtim me ligjet fizike të shkencës, nga se ligji i dytë i termodinamikës, që ndryshe njihet si ligji i entropisë, thotë se çdo gjë që lihet në vetvete, pa ndërhyrje të jashtme, shkon drejt shkatrimit. Që i bie, çdo gjë do të shkatrohet një ditë, do të vetë konsumohet, sepse është krijesë. Dhe derisa e ka përfundimin e vet, e gjen një fund, detyrimisht do ta ketë një fillim. Andaj është e pamundur që universin ta trajtojmë si diçka jashtë komponenteve të saj, që janë koha, hapësira dhe lënda. Universi është njësi brenda kësaj tërësie, që quhet kohë, lëndë dhe hapësirë. Nëse koha ka pasur fillim, detyrimisht duhet të ketë pasur fillim edhe hapësira edhe lënda. Pra janë të pandara këto. Dhe për ta vërtetuar logjikisht një gjë të tillë, ne mund të themi se pse sot nuk evoluon asgjë, nga se ky ligji i entropisë është goditja më e fuqishme e atyre që e besojnë dhe promovojnë këtë teori, sidomos evolucionistët, të cilët besojnë se çdo gjë, përveç se është krijuar rastësisht nga hiçi dhe ka një esencë të përjetshme, gjithashtu thonë se gjërat evoluojnë. Nëse është kështu, atëherë pse nuk po evoluojnë gjërat aktuale? Për shembull, çdo kush prej nesh e posedon një objekt, një makinë, një biçikletë apo diçka tjetër. Unë kam dëshirë që makina ime të evoluon. Mirë po ja që ajo shkon drejt shkatrimit, drejt fundit, që i bie. Çdo gjë që do të shkojë drejt fundit, duhet të ketë pasur një fillim. Dhe çdo gjë që ka pasur një fillim dhe që do të ketë një fund, duhet të ketë pasur një krijues që ja ka mundsuar atë fillim. Prandaj, kjo teori është krejtësisht e papranueshme, e refuzueshme përmes shkencës, përmes logjikës dhe gjithashtu edhe përmes argumenteve fetare. Teoria e tretë është teoria e iluzionit, që është më absurde që mund të ekzistojë, ku disa prej njerëzve, disa prej studiuesve besojnë se ne jetojmë në iluzion. Çdo gjë këtu nuk është reale, është thjesht iluzion. Parafërsisht sikurse përjetimi i një ëndre. Mirë po, kjo është aq e papranueshme saqë jo vetëm që nuk ekziston ndonjë argument shkencor që e dëshmon gjë të tillë, por as nuk e pranon logjika e thjesht njerëzore. Sepse po të ishte një gjë e tillë, ky përjetim kaq real që bëhet nga ana jonë, do të ishte i papranueshëm, do të ishte jo real. Mirë po, ne nuk jemi në ëndër, ne nuk jemi në iluzion, ne jemi duke jetuar një jetë reale, një të vërtetë reale, e cila padyshim që e ka shkakun fillestar. Ndërkaq sa i përket teorisë së fundit, që për neve është besim dhe bindje, sepse është realitet dhe është e vërtetë absolute, është ajo se universi, gjithësia,
përfshirë dhe njeriu dhe me gjitha krijesat tjera brenda këtij universi, e ka një krijues absolut, një krijues të mbinatyrshëm, një fuqi e jashtëzakonshme e cila ka mundësi që të krijojë diçka nga hiçi. Ne e besojmë që ky univers është krijuar nga hiçi, por gjithashtu e besojmë se është krijuar nga krijuesi absolut. Prandaj çdo gjë rreth nesh dëshmon për një gjë të tillë. Ne jemi dëshmia më e mirë për një gjë të tillë, se ne jemi krijuar nga dikush. Dhe është interesante se Allahu i Madhërisëm në Kur'anin Famadh përmes një ajeti të mrekullueshëm i demanton të gjitha këto teori paraprake të cilat ne i përmendëm. Dhe akoma më interesante bëhet kur ky ajet ka zbritur në një kohë ku nuk ka pas mosbesimtar të Zotit, ka pas besimtar të qelluar dhe besimtar të gabuar, por mohues të Zotit nuk ka pasur. Dhe Allahu thot: "Em khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun?" A janë krijuar rastësisht nga hiçi, apo janë vetë krijuar ata? Pra i referohet njeriut. Njeriu a është krijuar rastësisht, apo e ka vetë krijuar vetveten, as e para e as e dyta? Dhe e përfundon ajetin duke thonë: "Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun." Pra, nëse s'ka mundësi njeriu që të jetë krijuar nga hiçi, dhe nëse s'ka mundësi njeriu që të jetë vetë krijuar nga vetvetja e tij, atëherë si ka mundësi që gjithë këtë univers me gjithë këtë mrekulli të ketë krijuar ai? Pra është absurde dhe është e pa pranueshme për logjikën njerëzore. Njeriu përpos se qenë ka krijesa më madhështore e Zotit, rrjedhimisht a duhet të jetë si argumenti më i fuqishëm për ekzistencën e tij? Padyshim se po. Ne përmendëm se sa i mrekullueshëm është njeriu si krijesë. Dhe në kuadër të kësaj ne e dimë që njeriu përbëhet nga dy komponente bazike, nga komponenti frymor dhe ai lëndor, pra nga shpirti dhe nga trupi. Në qoftë se i referohemi shpirtit e njeriut, ndonse ne nuk ja dim natyrën atij, ajo që dim prerazi dhe qartazi dhe me plot bindje është se ai ekziston. Vetë gjallëria jonë dëshmon për ekzistencën e shpirtit tonë. Pastaj gjithashtu dim se ky shpirt kryen disa funksione që shërbejnë mbi realitetin e këtij njeriu, mbi zhvillimin e këtij njeriu, dhe gjithashtu e dim se ky shpirt është i gjallë dhe përveç se i kryen funksionet e veta, është në kërkim të maturimit të tij. Prandaj shpirti ndonse është krijesë që nuk ka të bëjë fare me botën materiale, është sjellur në këtë botë që karakterizohet me anën materiale, në një botë të posaçme, përmes një uniforme të posaçme që quhet trup, për të arritur maturimin e tij përmes një procesi të caktuar deri në arritjen dhe finalizimin e qëllimit të tij. Dhe gjithashtu në kuadër të shpirtit mund të përmendim edhe ndërgjegjen dhe parandjenjat shpirtërore të njeriut, i cili pa ndonjë shkak të jashtëm është në kërkim të njohjes së krijuesit të tij, është në kërkim të prehjes shpirtërore të tij, sepse ne përgjatë jetës sa jetojmë këtu, përkundër asaj që i arrim gjitha nevojat tona materiale, nuk mund të anashkalohet nevoja jonë shpirtërore. Dhe nevoja shpirtërore përmbushet atëherë kur arrihet të kuptohet krijuesi i këtij shpirti se kush është, nevojat dhe qëllimet tona në raport me këtë krijues, se cilat janë, dhe ushqimet për cilat ne kemi nevojë para sa jetojmë në jetën e kësaj bote. Prandaj ndërgjegja njerëzore dhe parandjenjat njerëzore na çojnë çdo herë në kërkim të Zotit ton, dhe ato përmes një procesi të gjatë jetësor, me miliona herë në jetën tonë ne i kthehemi Zotit. Qoftë përmes ndjenjave tona, qoftë përmes lutjeve tona, qoftë përmes përgjërimeve tona. Dhe kjo normalisht që tregon se njeriu ekziston. Zoti ekziston, falni. Pastaj gjithashtu ajo ana lëndore, trupore, që realisht është uniform për shpirtin ton, me cilën Zoti e përsosi këtë njeri. E që kjo uniform është një lloj modifikimi për shpirtin që është krijuar në qiell, sipas perspektivës islame normalisht, për të shërbyer krijesës njerëzore për aq sa të jetojë në jetën e kësaj bote. Nga se njeriu do të ketë nevoja të shumta, të cilat mund të realizojë përmes
aktivitetit të tij fizik. Dhe ky trup është aq i mrekullueshëm që nuk ka asnjë element të tij që nuk çon në përfundimin se ekziston Zoti, dhe se ky trup e ka krijuesin e vet. Le të referohemi fillimisht mrekullive trupore të brendshme organike të njerëzit. Ne e dimë që zemra është mbretëreshja e organeve të njerëzit. Dhe mënyra se si kjo zemër, që konsiderohet pompa më e përpikt në botë, e cila brenda 23 sekondave është në gjendje të pompoj 5.000 litra gjak. Brenda 24 orëve është në gjendje të qarkulloj dhe të pompoj 90.000 litra gjak. Brenda 60 viteve jetë, pompon dhe qarkullon 480 milion litra gjak, e cila i kryen të gjitha funksionet bazike dhe kryesore të organizmit të njerëzit, e cila është generator i vlerave organike për njeriu. Pastaj merr për shembull organin e dytë më të rëndësishëm që janë mushkrit, ku gjaku përmes zemrës kalon në mushkri. E kur arrin në mushkri, mushkria është në gjendje që oksigjenin ta ndajë nga gjaku dhe ta çojë në qelizat organike. E prej qelizave organike e merr dioksidin e karbonit dhe gjithashtu përmes mushkrive, përmes kanaleve të frymarrjes del jashtë ky dioksid i karbonit që konsiderohet i dëmshëm për trupin e njeriut. Pastaj merr organin e tretë më të rëndësishëm të trupit që është mëlçia, e cila i kryen mbi 100 funksione në trupin e njeriut. Dhe derisa është e tillë, ajo ka një ngarkesë jashtëzakonisht të madhe në këtë organizëm, prandaj dhe Allah e ka krijuar në atë formë që regjenerohet. Sado që të dëmtohet, ajo vetvetiu regjenerohet. Mandje ka mundësi njeriu që të jetojë edhe me një pjesë të saj. Ose për shembull merri veshkat, të cilat nuk janë të nevojshme që të jenë dy në organizmin e njeriu. Mjafton me një pjesë të veshkës që të jetojë një njeriu. Mirpo Allahu i ka krijuar në atë formë që edhe në rastet më kritike të jetës t'i bën zgjidhje organizmit njerëzor që të ketë një gjatësi dhe një cilësi jetësore. Këto sa i përket disa prej gjërave të brendshme organike të njeriut. E mos flasim për trurin, që është një mrekulli në vetvete, është një botë e mahnishme në vetvete. Për shembull, truri i njeriut kalon përgjatë zhvillimit vet në 3 faza gjatë jetës së tij. Truri i njeriut, momentin që përmes syrit e sheh një imazh, e përvetson, e përthith aq shpejt, pra në më pak se 13 milisekonda, dhe e përçon direkt në tru. Shpejtësia e lëvizjes së këtij informacioni në tru arrin në 380 km/h. Fuqia energjike e trurit konsiderohet të jetë diku deri në 23 watt. Pra e ka kapacitetin e ndriçimit sa të një llampe në vazhdimsi, pa ndërprerje fare. Ky tru i ka diku rreth 100 miliard neurone. Secili neuron i njeriu është në gjendje që të transmetoj deri në 1000 impulse. Ky tru njerëzor ka kapacitetin e mbamendjes, e memorizimit më shumë dhe më mirë se sa kompjuteri më i mirë që ekziston apo që do të ekzistojë në të ardhmen në këtë planet. Pra ka kapacitet, si thonë shkencëtarët, që ta përballoj, ta ruaj të gjithë internetin botror. Pra këto argumente të brendshme organike, a nuk tregojnë se ka një krijues madhështor? Një krijesë kaq madhështore, kaq maestrale, që është në gjendje përmes inteligjencës hyjnore njerëzore të krijojë diçka. A nuk dëshmon për inteligjencën hyjnore absolute? Pastaj me ranën e jashtme të trupit, ky perfeksion i jashtëm organik, ku çdo organ është në vendin e tij. Sikur të kishte një çrregullim shumë të thjeshtë, sikur për shembull syt të kishin në shpinë, hundën ta kishim në bark, gojën ta kishim në ballë, si do të dukeshim ne? Si do të ushqeheshim ne? Si do të nuhatnim ne? Pra çdo gjë është me perfeksion maksimal hyjnor dhe gjitha këto dëshmojnë për atë se krijuesi ekziston. Pastaj kemi edhe argumente tjera që dëshmojnë për një gjë të tillë, se Allahu Teala është krijuesi dhe Zoti i vërtet është mendja e njeriu. Mendja e cila realisht e bën njeriu që të jetë faktori kryesor në këtë univers, e cila ka intelektin për dallim për gjitha gjallësave tjera, dhe e cila përmes këtij intelekti është në gjendje të dallojë të mirën prej të keqes, të dobishmën prej të padobishmës. Është në gjendje që të kërkojë rreth të vërtetës së tij dhe të vërtetës rreth tij.
është në gjendje përmes mendjes së tij të ndriçohet me dituri, është në gjendje përmes mendjes së tij të organizojë jetën e tij në mënyrë të mrekullueshme. E mos flasim që është në gjendje përmes mendjes së tij, inteligjencës së tij, logjikës së tij të krijojë gjëra të cilat sa vinë shtohen, e sofistikohen, e modifikohen dhe për aq sa shtohen dhe për aq sa arrihen, ato dëshmojnë për realitetin e asaj që Zoti ekziston dhe në këtë gjë nuk ka as pak dyshim. E tani shikues të nderuar, shkojmë në një pauzë të shkurtër e kthehemi pas pak. Shikues të nderuar, u kthyem përsëri në pjesën e dytë të emisionit ku jemi me hoxhën e nderuar Osman Bekteshi. Hoxh, krahas njeriu, cilat do të ishin disa nga argumentet tjera për ekzistimin e Zotit? Ne përmendëm se universi dhe njeriu janë krijesat më madhështore që dëshmojnë për ekzistencën e Zotit, krijuesit absolut. Dhe në kuadër të kësaj, gjithashtu mund të themi se përpos që janë krijesa që me vetë ekzistimin e tyre dëshmojnë për krijuesin absolut, gjithashtu mund të përmendim edhe atë se potenciali i universit dhe nevoja e zbulueshmërisë në të çon në përfundimin se Zoti ekziston. Pra ne vazhdimisht si krijesa njerëzore, inteligjente që jemi në kërkim të së vërtetave të panjohura për ne në këtë univers. Gjithashtu edhe ky precizitet që mbretëron në dukuritë fizike, ky kontroll kaq preciz i konstanteve, detyrimisht çon përfundimin se është dikush që i kontrollon ato dhe i ka krijuar me kaq precizitet. E shohim se në orbitë se si lundrojnë planetet, galaktikat, gjitha ato, sikur 1 milimetër të ndryshon të diçka, të çrregullohet, do të çrregullohet gjithësia. Dhe padyshim se është dikush që e mbikëqyr këtë rregull universal. Pastaj mund të përmendim edhe argumentin historik. Ne dimë se përgjatë gjithë historisë njerëzore, njerëzit kanë qenë në kërkim të besimit në Zot. Kanë qenë në kërkim të besimit në krijuesin e tyre. Dhe kjo dëshmi historike tregon se në natyrshmërinë e njeriu është një gjë e tillë, është e gdhendur, është e bashkëlindur me njeriu. Pra qenia njerëzore, përgjatë gjithë historisë së njerëzimit, ka qenë në kërkim të krijuesit absolut. Dhe kjo është dëshmi historike, askush nuk mund ta mohojë një gjë të tillë. Përkundër këtyre zhvillimeve që janë bërë, përkundër këtyre përpjekjeve për me denaturalizu njeriu, për me pamundsu kërkimin e Zotit, duke arsyetuar me zhvillimin edhe shkencor, edhe mekaniko-teknologjik, ka rezultuar të jetë i dështuar për faktin se ajo që është e natyrshme mbetet e natyrshme. Dhe në natyrshmërinë historike e njeriu është që ta kërkojë Zotin e vet. Pastaj është edhe argumenti teologjik. E ne do të përqendrohemi përgjithsisht dhe sipërfaqësisht në atë se Allahu ka dërguar, ka zbritur libër dhe ka dërguar të dërguar. Pra, vetë fakti që Allahu ka zbritur libër, që për ne është Kurani i Madh dhe para atij librat pararendës, tregon se njeriu është i nevojshëm për të përmbushur me këto njohuri rreth Zotit, rreth jetës së tij, rreth krijesave në përgjithësi. Prandaj ne në jetën tonë të përditshme, pse shkojmë në shkollë? Janë të shumtë ata që konsiderohen inteligjent, të aftë, madje edhe gjeni. Mirë po ata nuk mjaftohen me gjenialitetin e tyre, me aftësitë e tyre, mirë po ata shkojnë në shkollë, sepse njeriu për drejtësisë së jetës njerëzore është që ta kërkojë diturinë përmes librit dhe përmes mësuesit. Prandaj ne shkojmë në shkollë, mësojmë përmes librave, edhe ato libra na sqarohen, na trajtohen përmes mësuesve tanë. Kështu ndodh edhe me jetën e përditshme, me këtë madhështi universale dhe me këtë bukuri dhe mrekulli njerëzore. Është e pamundur që përmes aftësive dhe mundësive tona njerëzore të arrijmë përgjigjet e përgjithshme dhe përgjigjet e vërteta. Pra detyrimisht kemi nevojë për një mësim të jashtëm. Prandaj Zoti ka dërguar libra, sepse çdo krijues kur krijon e jep edhe manualin që na tregon për përparësitë dhe mangësitë e asaj krijese. Për shembull, ai që ka krijuar një aset caktuar, një telefon të mençur apo një makineri caktuar. Gjithashtu e ka krijuar edhe apo e ka shënuar edhe manualin se për çfarë shërben, se cilat janë përparësitë dhe mangësitë e atij aseti.
Kështu është edhe me Allahun, i cili është i drejti absolut. Ai, përveç se e ka krijuar këtë univers, përveç se e ka perfeksionuar këtë univers, përveç se e ka krijuar njeriu me gjitha karakteristikat e tij, gjithashtu e ka dërguar dhe manualin, që është Kurani, i cili është sistem jete dhe që tregon për çdo gjë që ka nevojë njeriu për të dhe që ja përmbush çdo nevojë që njeriu ka nevojë për të dhe i cili tregon për madhështinë e krijuesit absolut. Pastaj edhe dërgimi i pejgamberëve është gjithashtu edhe një argument teologjik shkencor se njeriu ka nevojë për një mësues. Për këtë arsye i dërguari Allahut çfarë ka thënë? Inma bu'ithtu muallima, alayhi salam. Jam dërguar si mësues tek njerëzimi. Nga se sado që libri i Zotit të jetë i kuptueshëm në përgjithësi, ekzistojnë disa mësime që kanë nevojë për një zbërthim më të thellë, për një sqarim më të qartë, prandaj e ka dërguar pejgamberin si Muhammed Mustafa si profeti i fundit, edhe para tij gjithë pejgamberët për çdo kohë dhe për çdo vend në cilin kanë jetuar njerëzit. Dhe kjo realisht tregon për dëshminë se Zoti ekziston, prandaj ai ka plotësuar gjitha nevojat e njerëzit. Përse Zoti krijon dhe çfarë në realitet paraqet ky krijim? Është kjo pyetje zakonisht parashtrohet prej shumë skeptikëve rreth ekzistencës së Zotit, rreth realitetit universal dhe atij njerëzor. Edhe pse ne kemi të ndaluar që ta pyesim Zotin se çfarë vepron. Allahu thotë në Kur'an: La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allahu nuk pyetet për atë që vepron, mirë po ata pyeten. Njerëzit pyeten. Mirë po duke pasur parasysh atë se njerëzit janë në kërkim të së vërtetës, për shkak se janë larguar nga e vërteta reale, detyrohemi që t'japim përgjigje edhe për këto pyetje. Pse Zoti ka krijuar? Zoti ka krijuar prej dëshirës së tij dhe vullnetit të tij hyjnor. Mirë po, jo nga nevoja, por nga dëshira e tij për të shpërfaqur plot fuqinë e tij absolute. Pra Zoti kur krijon për të na treguar neve se është Zot dhe pse është Zot. Dhe çdo gjë që e ka krijuar me të vetëm kuptim, që të na bëjë me dije neve që ai ekziston, që të na bëjë me dije neve që ne kemi nevojë për të, që të na bëjë me dije që ne orientimin ton duhet ta kemi çdo herë tek ai, apo përmes tij, që ne përfundimin ton dhe kthimin ton detyrimisht do ta kemi tek ai, nëse ai është filluesi i çdo gjëje dhe tek ai do të jetë mbarimi jon. Dhe ligji i shkakut dhe i pasojës tregon për një gjë të tillë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kur çdo pasojë dëshmon për shkakun dhe çdo shkak dëshmon për një shkak tjetër deri tek shkaktuesi i shkaqeve që është Zoti i fuqiplot. Andaj ky Zot me dëshirën e tij i ka krijuar gjitha këto shkaqe për të na treguar neve se kemi të bëjmë me të plotfuqishmin, me madhështorin, me të drejtin absolut, me atë i cili kur krijon perfeksionon. Dhe për na bërë me dije neve që ai na ka krijuar se na don. Na ka krijuar për të na nderuar, jo për të na shkatruar. Na ka krijuar për të na privilegjuar, për të na dhënë mundësinë e arritjes së majave të kënaqësisë, për arritjen e lumturisë reale në një botë relative, ku çdo gjë është relative. Prandaj si ka mundësi në një botë ku çdo gjë është relative të mohohet absoluti, i cili është krijuesi i çdo gjëje. Përse nuk mund ta shohim Zotin, ku qëndron urtësia në këtë realitet? Po është realiteti pa mohueshëm se Zoti ekziston, por gjithashtu është realiteti pa mohueshëm se ai nuk mund të shihet. Dhe urtësia në këtë realitet qëndron në atë se krijesa njerëzore, sado e mrekullueshme që të jetë, ajo mbetet njerëzore, pra mbetet e kufizuar. Neve Allahu na ka krijuar me shqisa, përmes së cilave ne i njohim realitetit e kësaj bote. Përmes tyre ne prekim, ushqehemi, ndjejmë e kështu me radhë. Mirë, po gjitha këto i kemi të kufizuara. Unë shoh deri në një kufi të caktuar. Unë shoh deri tek muri, por nuk shoh prapa murit. Mirë, po kjo nuk do të thotë që nuk ekziston diçka prapa murit. Unë dëgjoj me dëgjim të kufizuar. Unë i dëgjoj disa zëra, mirë, po ekzistojnë disa zëra që unë nuk i dëgjoj. Për shembull, unë nuk mund ta dëgjoj zërin e milingonës, edhe pse milingona ka zë. Njëjtë është edhe me mendjen e njerëzit. Dhe këtu është gabimi më i madh që e bëjnë mosbesimtarët në ekzistimin e Zotit dhe ata që Zotin e trajtojnë gabimisht.
të cilët mendojnë se mendja njerëzore është e përsosur në kuptimin absolut. Jo, mendja njerëzore është e përsosur në kuptimin njerëzor. Dhe unë kam mundësi që të perceptoj, që të kuptoj, që të përvecoj njohuri dhe dituri me limit caktuar. Vetë ekzistenca e këtij universi dhe njohuritë që janë në të, janë dëshmi se ne e kemi të pamundur që ta shohim Zotin. Për shembull, sa planete ekzistojnë, po ne nuk mund të i përfshijmë ato me shisat tona, po ato ekzistojnë. A do të thotë tash që ne pse nuk mund të i shohim ta mohojmë atë? Nëse këto krijesa universale ekzistente, që dita e ditës po dëshmohen se ato ekzistojnë, e kemi të pamundur që t'i shohim, si është fjala me krijuesin e tyre. Njeriu e ka mundësinë e të shikuarit të kufizuar. Paramendone, bëhet fjalë për absolutin. Bëhet fjalë për atë i cili është përtej kohës, përtej hapësirës dhe përtej lëndës. Bëhet fjalë për atë i cili ka qenie hynore. Si ka mundësi që ta përfshijë me shikimin e tij, me përjetimin e tij, me ndjesitë e tij krijesa njerëzore. Është e pamundur. Është e njëjtë sikur se thuhet që një krijesë njerëzore, ta marrim shembull, një memory card, ta përfshijë realitetin e tërësishëm real të njeriu. Është absurde, është e pamundur. Ose e keni pa ajo çështja e voltazhit, nëse prekim në voltazh të lartë, çfarë ndodh? Ndodh kollaps, ndodh shkatrimi. Kështu është edhe me mendjen njerëzore, e ka të pamundur që ta perceptojë Allahun ashtu siç duhet, sikurse e ka të pamundur që ta shohë Allahun. Nëse jeta e kësaj bote është jetë e cila nuk meriton që Allahu të shihet në të. Prandaj edhe kur Musa a.s. kërkoi që Zotin ta shihte, jo nga dyshimi se ai ekziston, por nga dashuria për ta parë, Allahu i dha një shenjë, një sinjal, një orientim dhe i tha shiko tek ajo kodër. Dhe për një çast vetëm ajo kodër u shua në një mënyrë që vetëm Allahu e di se si ka ndodhur ajo. Dhe ai u alivanos nga trishtimi që e përjetoi, sepse ishte diçka e papërballueshme. Diçka përballë së cilës njeriu dorëzohet menjëherë. Prandaj kemi të pamundur që Zotin ta shohim, mirë po ekzistojnë gjurmët që na çojnë tek ai. Për shembull, nëse jemi në Bregdet edhe i shohim disa gjurmë të këmbëve të njeriu, çfarë na vjen në mendje? A mund të na vjen në mendje që valët e detit i kanë shkaktuar ato? Apo janë vetë shkaktuar nga rëra e Bregdetit? Jo. Automatikisht na vjen në mendje që është një njerëz që ka shkelur aty. Këto gjurmë, këto dëshmi racionale, në çfarë përfundimi na çojnë? Na çojnë përfundimin se Zoti ekziston. Dhe na çojnë përfundimin që kemi të pamundur ta shohim para sa të jetojmë jetën e kësaj bote. Nga gjithë ajo që përmendet kuptuam se kemi të bëjmë me një Zot absolut, të panevojshëm për kë, si duhet ta perceptojmë dhe ta trajtojmë atë? Po, ne pak a shumë përmendëm që njeriu e ka të pamundur që Zotin ta perceptoj sipas qenies së tij. Por e ka të mundur ta perceptoj sipas dëshmive dhe gjurmëve që çojnë drejt tij. Prandaj në bazë të gjithë kësaj që ne e shohim dhe e ndjejmë dhe e përjetojmë, vim përfundim se kemi të bëjmë me një Zot i cili është i vetëm absolut, i pashoq. Pra nuk mund të na vijë në mendje që ekziston edhe një Zot tjetër, apo ekzistojnë disa perëndi, sikurse kanë besuar në besimet e lashta. Sepse është e pamundur që gjithë kjo harmoni universale, gjithë kjo krijimtari e mrekullueshme dhe kaq precize të jetë krijuar nga disa perëndi, apo që ky rregull kaq preciz të funksionojë me këtë precizitet kaq madhështor nga dy perëndi apo më shumë. Pra kemi të bëjmë me një Zot të vetëm absolut. Sepse edhe shkenca çon këtë përfundim, edhe logjika, edhe teologjia. Pastaj në kuadër të këtij besimi, derisa kemi të bëjmë me një Zot të vetëm, gjithashtu Zotin e perceptojmë si të dashurin absolut. Prandaj ekziston dashuria. Si të mëshirshmin absolut, prandaj ekziston mëshira. Si furnizuesin absolut, prandaj ekziston furnizimi ndërnjerëzor. Pra gjithë këtë dashuri që ne e manifestojmë ndaj njëri tjetrit, ku buron ajo? Buron tek i gjithfuqishmi absolut, tek Zoti i dashur. Prandaj e kemi në qenien tonë. Kjo mëshirë që ne e manifestojmë në raport me njerëzit, pastaj në raport me kafshët.
e ka një burim. Padyshim që ai është Allahu fuqiplot. Prandaj Zotin do ta perceptojmë si të dashurin absolut, si të gjithëmëshirshmin absolut, si furnizuesin absolut, si rregullatorin e çështjeve tona. E shumë cilësi dhe gjëra të tjera, e sidomos ajo e drejtësisë, ku çdo gjë që ekziston dëshmon për drejtësi absolute që bëron nga ana e tij. Hoxh, faleminderit që jeshit sot me ne. Deri dhe kënaqësia ishte ime, ju faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, erdhëm në fund të këtij edicioni, e shpresoj të shihemi me ju përsëri javën e ardhshme.